Dashur miq të mam, pas pak do t'jemi me personazhin e radhës. Dhe përpara se ta bëjmë këtë, një falënderim i veçantë shkon për mbështetësit e mam javë pas jave, që është Lajfiza, është Dino Rios, Kitankin, me të gjithë gamën e gjerë të produkteve që ka, por gjithashtu Maruder me produktet fantastike për kujdesin ndaj lëkurës për të gjitha vajzat, gratë dhe jo vetëm, edhe burrat duhet përdorin pa diskutim produktet kozmetike për të mirë mbajtur fytyrën e tyre. Dhe dua t'ju falenderoj ju që na ndiqni javë pas jave dhe mos harroni që të na ndiqni dhe të bëni subscribe, që të keni mundësi të na jepni komentet tuaja, që ne të zhvillohemi më tepër, të rritemi më shumë dita ditës dhe ta vazhdojmë këtë mision të bukur për mamat, për prindrit. Pas pak, e personazhin e radhës. Ti ngjan më shumë ata, Arturian? Definitivisht. Babi. S'kemi qaftemi fare. Dëshiroj. Kishe në mendim tjetër, apo? Jo. Mendoj. Bravo. Mirë shumë. Ta gjithmonë. Sot nuk është absolutisht një puntat si të tjerat. Sot jam me njeriu në jetës time. Jam atë që kam ndërtuar shumë çka. Jam me burrin e jetës time. Dhe me atë që kam ndërruar të krijoj familje, sot e kam me bekimin e Zotit, kemi atarën bashk, kam gjithë kënaqësinë dhe shumë emocione të kem Turian Yskën. Kënaqësia është e gjitha e imi. Dhe në fakt, ti je në zhurmën e filmit, aktualisht, dhe ne nuk do flasim fare për filmin. Po çfarë kemi këtu të flasim për filmin? Edhe e di që je i përfshirë edhe nga emocionet, edhe nga, le të themi, nga komentet e njerëzve, por absolutisht në të gjithë të periudhë nuk ka harruar ta bësh babin. Dhe besoj që është një le të themi një tipar që ty të karakterizon, jam shumë e lumtur që ti e ke. Por dua ta fillojmë prej fillimit, Turian, sepse ky do të jetë një rrëfim edhe për shumë njerëz që nuk e dinë historinë tonë, të pritjes, ndoshta të ne kemi thënë her pas here që e kemi dashur shumë një familje të madhe, por ndoshta ka qenë plot sfida. Të gjitha këto do i flasim hap pas hapi. Ti je moderatorja. Turian, e ke dashur gjithmonë një familje të madhe, edhe para se të njihesh me mua? Po. Realisht, duke qenë se unë kam pasur vetëm Elion, vlla, dhe duke qenë se Elio ka ardhur 8 vjet më vonë. Mami ka pasur shumë komplikacione, kishte abortuar disa herë, madje nuk i dhanë më shpresë, dhe papritur Elio erdhi në jetë si bekim. Gjithmonë e ka menduar që po të kesh njerëz rreth vetes, je më i sigurt dhe më të afërt se sa vllai dhe motra nuk mund të kesh. Pastaj me kalimin e kohës kur ne humbëm babin, aty kuptova që praktikisht ngelën vetëm 3 veta, që isha unë, mami dhe Elio. Okej, me kushurinë, me shokë e miq plot, po ngelën vetëm 3 veta dhe më dukej pak e trisht. Dhe gjithmonë kam menduar që se unë kisha e di se si jam unë të kjo pjesa që duhet familje se s'bën, po kur ndërtoja familjen doja të kishim shumë fëmijë është fjalë e madhe në kohët moderne, po doja të kishim familje të madhe. Dhe në fakt ne kemi nisur të flasim për fëmijët para se të martoheshim, dhe atë numrin 4 e kemi pas qef të 2. Unë vetë po njërë. Unë kam pas 4 e 5, po 2 goca dhe 2 çuna. Tani ne këtu mendoj që unë nuk duhet të isha aq demokratik në marrëdhënie, sepse atëherë ne me Orindën duke qenë se jemi ne të dy domethënë jemi lidhur herët, ti nuk ke dashur në mënyrë absolute
të bëhesh nën pa bërë procesin e kishës edhe të dasmën tradicionale e tjera. Që në optikën e një 20 vjeçari, kjo leverdis, një mashkull i 20 vjeç, se thon, "Ok, më shumë mirë", domethënë që edhe po ndodhi ndonjë gjë, edhe po domethënë është okay. Por kur e mendoj, në fakt unë duhet kisha insistuar që neve të bëheshim prindër më përpara. Më përpara. Nuk pendohem për asgjë, po. Pse mendon kështu Tyran? Po sepse kuptova që koha ikën, koha kalon dhe pasi provova ndjesit me atarën, kuptova që duhet kisha provuar. Nuk pendohem, por po themi statistikisht për të arritur te 4 apo te 5 ime, është pak teknikisht më e vështirë tani. Sidomos me çmorëm. Ne filluam ta tentoni në fakt shtatzanin pasi u martuam, ndoshta atë muajin e martesës ka qenë fiks. E pa besueshme. Për çfarë po flasim? Okej, dakor, në rregull. Dakor. Nuk sepse në fakt duhet t'ja them të gjithëve kur fola me Turianin për të mam, ishim okay, patjetër që do e bëhem, është gjë shumë e bukur të dy bashkë në studio. E thash, dëgjoj, vjen në studio, po do jesh plotësisht i sinqert, do flasim për çdo gjë që ne kemi kaluar bashkë. Jo, dakor, në rregull. Jo, unë kam predikuar që edhe meshkuj duhet flasin, kështu që do ishte hipokrizi nëse dhe isha i çlirët. Do kemi shumë burra të tjerë në studio. Po bujrum. Po dakor, jam do flasim, domethënë neve tentuam siç e the ti që direkt në muajin e mjaltit edhe tani këtu unë dua të flas pak, po flas për veten pa përgjithësuar tjerë, po jam i sigurt që janë tjerë. Deri atë moment jemi sinqert, unë kisha menduar shtatzanin ose pjesën e mashkullit tek shtatzania si një gjë që është takfak, që do të thotë që ka të bëjë me virilitetin e shqiptarit fuqishëm që kur unë dua me performancën seksuale, se kështu thoshte edhe doktori, nuk krahasohet kjo. Jo, ja më lart ta them unë si baba. Dhe realisht dhe këtu më ka trishtuar ignoranca ime personale dhe për isë të vërtetës, prandaj them që duhet fillojnë njerëzit të komunikojnë, të paktën jo publikisht është goxha sipërmarrje madhe, po të paktën me njëri tjetrin të flasin. Deri në atë moment unë pranoj që krye kaput ignorancë, unë mendoja që performanca seksuale apo të qenërit okay është të bën baba direkt. Në fakt, siç ka thënë Glozheni më vonë, është që një operacion shumë i komplikuar dhe në fakt është vepra më magjike që mund të prodhoj njeriu. Kështu që nuk ishte fare e thjesht edhe, por ka dhe një detaj që ne shumë shpejt ti mbetesh shtatzan. Por gjithsesi patëm disa 4 muaj le të themi, sepse për të po brenda asaj periudhe kolaudimi nuk ka ndonjë gjë të keqe të kalojnë 3-4 muaj, po për të treguar sepse në këtë rast kjo intervistë unë dua që të shërbej për t'i treguar edhe njerëzve edhe pjesën time, duke qenë se është edhe podcast në të njëjtën kohë. Sepse në ato muaj kanë qenë përballje me testet negative, çdo muaj parë, muaj dytë. Është shumë stresante. Takimet me doktoreshën, me meritën, aso kohë që na vinte në ndim. Unë si kam vuajtur, ti jemi sinqert, më shumë ke vuajtur ti ajo pjesë, që ti jemi sinqert. Unë isha i bindur që do ndodhte dhe kisha kategorike, dhe fakt ndodhi. Dhe në fakt, unë pata një polip përpara se të ndodhte. Nëse të kujtohet. Po. Pata një polip, edhe doktoresha vendosi në muajin janar që të ndërhynte në atë polip. Pra ne kishim që në korrik që ishin martuar, në muajin janar e vendosi të ndërhynte. Dhe në muajin shkurt i bie, pra në muajin mars, më sa kur unë e mora vesh. Po për ditëlindjen time, që më. I bie që unë menjëherë, pra një muaj gjys fill pas polipit, unë mbetem shtatzan. Dhe në fakt unë deri në këtë moment prap mendoja që ishte një gjë që do ndodhte shumë shpejt, qëndronin të plani A, sepse edhe u faktua në një farë mënyrë në thonjza për ignorantin tim, ignorantin unë domethënë, që po që ka e thjesht se 5 muaj, 6 muaj janë teknikalitet po themi, kohë e shkurtër që kalon. Dhe ka qenë si ka qenë ajo ditëlindje e jotja? Ajo ka qenë tani unë përgjithsisht e di që para kam pasur ditëlindje shumë simbolike të bukura, por ajo ka qenë realisht dhurata më e bukur që mund të bëj. Nuk e kam ndier këtë që ndjej pasi ka ardhur në jetë
atare, nuk e kam ndjerë. Po çka ke ndjerë? Çfarë ndjeve në atë moment? Si e kujton? E para nuk kujtoj shumë, po e dyta më shumë ja injekton vetes, që ja thua ti vetes që ore nuk se mos ngjaj si tip i ftohtë, duhet të emocionohem shumë. Nuk është se s'ndjeja emocion, po nuk e konkretizoja dot, nuk është se e jepja dot një shpjegim. Ishte moment që thosha, okay, pra nuk kam pasur frikë, kjo është e rëndësishme, realisht nuk kam ndjerë asnjë moment frikë, s'kam pasur për veten, s'kam pasur për ty. Ishim gati të dy, po. Tmerrsisht gati, kam qenë i bindur për zgjedhjet që kemi bërë në jetë, dhe në këtë kontekst kam ndjerë qef vetëm te ideja që po shkojmë drejt hyskove që po shtohen, domethënë po e them kështu. Dhe ka qenë shumë mirë. Ndjesi të madhe kam pasur kur shkuam te Merita që bëri atë Ekon edhe që filluam dëgjoja rajet. Edhe ajo ka qenë moment i gëzuar, mos gaboj ka marrë Elion se neve ja tham gjithëve çka kishim vërdor. Jo, nuk ja thash unë, ja the ti, kishte një entuziazëm të jashtëzakonshëm për t'ia thënë të gjithëve. Ja tham të gjithëve dhe po, mbaj mend kemi qenë te Aurela Gaçi që ja thash gjithëve që kishte kisha pirë pak. Dhe aty unë pata frikë në fakt në atë moment. Dhe e gjitha, nuk po them ushëm se pasaj më vonë kuptova që është proces normal, po mos gaboj ka qenë te java 11 a 12. Ka qenë te java 11, 10, kur po dhe ti unë të bëj një telefonat. Më bëre telefonat. Po. Më dërgove një mesazh ku më the që bebi nuk ka më rraje. Po. Bebit nuk i re më zemra. Unë të vetmen humbje madhore në jetë kam pasur babin. Dhe ritheksoj këtu në kuadër të asaj ignorancës si folëm, të asaj mosdijes, të asaj quaj edhe arrogancës të mashkullit shqiptar që hase këto janë gjëra që bëhen vetë, aty kuptova pafuqin. Pafuqin që s'ke gjë në dorë ti dhe realisht u meka. Domethënë ti e di shumë mirë që unë para vështirësive nuk e kam shumë frikë, po aty u meka dhe nuk dija, për herë të parë nuk dija çfarë të thosh aty. Ka marrë mamin mos gaboj. Mami sigurisht që e di që kjo gjë ishte proces dhe u takuam bashkë, ti si gjithmonë tmerrsisht e fortë dhe me fjalë themi që unë jam i fortë, në shtëpi unë jam i fortë, por në fakt e fortë e ti. Ti pate vetëm disa ditë që pate që u mbylle në vetvete. Po. Të forta, por pasaj the jo Turjani, kjo gjë është normale, është një proces normale dhe unë nuk e kuptoja pse ishte normale dhe aty ku jam vërtet mërzitur me njerëzit afër nesh, që ja kam thënë, sidomos me shokët e mi, pasi unë tregova këtë gjën, pa pritur mora vesh që shumë çifte u ndodhte që është normale një abort, një humbje, dy humbjet dhe thash po mirë, se nuk flasin këta njerëz, ai ishte një ndjesi shumë e shëmtuar, shumë e dhimbshme. Dhe aty thash ore, po që nga tmerrsisht ignorant, dhe ti e di pasaj se realisht dhe pasaj kuptova ore unë s'kam bërë një vizitë. Ndoshta më falni, ndoshta jam vetë të muna, po unë besoj që ka goxha kështu meshkuj. Ne prandaj flasim shpesh dhe i stimulojmë për ore thash, po unë s'kam shkuar një herë të vizitohem, pasaj që thash dhe ty, moj më thuaj, çfarë duhet bëjmë? Çfarë duhet bëjmë vizita që të kuptojmë se nuk vikër ka kaq kollaj kjo puna. Bekime për ata që vinë kollaj, po ka shumë tjerë që nuk vinë kollaj. Kështu që aty ka qenë me shumë kosto të lartë dhe të hidhur, aty ka qenë një moment reflektimi që pas asaj ti e di që unë kam dyshuar komplet qasja ndaj këtij le të themi procesit. Por ashtu si kundër ti përmendë këtë gjë, që jam mërzitur që miqt nuk kanë folur. Në të njëjtën kohë, unë kujtoj dhe e kemi diskutuar shpesh pas kësaj që duke u varur pas miqve që thonë ç'ke, do ndodhi. Dhe unë ja përsëris shpesh edhe mamave që janë këtu, edhe prindërve, edhe ata që duan të bëjnë prindërin të ardhme, që mos u bazoni në fjalët e miqve që e kanë nga dashuria dhe familjarët dhe miqtë. Dhe familja që do ndodhi, nuk ndodh dot. Shkenca. Rastësisht, diçka nëse ajo po vonon 6 muaj, po vonon 1 vit. Në fakt, muajt pasardhës kanë qenë akoma më të vështirë për ne. Tani ne
kemi folur për ciptash, po ne kemi pritur pas atij momenti në mënyrë të pashpjegueshme, sepse askush gjithë analizat të bën. Ne kemi pritur 4 vjet. Po, 3 deri nga 3 vjet. 3 vjet e Pak, po. pak. Unë nuk kam dyshuar kur të vendimi im për të kaluar jetën me ty. Kur nuk kam dyshuar. Në momentin që unë e kam ndarë mendjen, kam thënë u kry. Tash jetës nuk i dihet, po them e vetmja gjë që unë realisht kam pasur frikë që mundet, nuk e di ta thyente përfundimisht marrëdhënien tonë, por që ta dëmtonte ka qenë ai 3 vjeçar, dhe kur i rezistuam atij 3 vjeçari, Zot faleminderit, jam i sigurt që shumë gjëra tjera nuk do na mund të na thyen si çift, sepse procesi në kokën time ka qenë e para si njëri që nuk parin të atë që donte, njëri që mua më shkatron kjo gjë. E dyta, ti një herë thua, e para dëgjon gjithë që thonë se do vi, që është shumë stresante. E dyta, doktorët tonë jeni okay. Domethënë nuk keni problematika madhore, kështu që pas stres, si kjo fjala pas stres, po pas stres, si t'ja bëjmë që ta heqim stresin. E treta, është një herë mendon që e ke fajin ti. Ndërkohë nga ana tjetër, ti mendon që bashkëshortja, ti në rastin konkret, ti mendon që ajo po mendon që ti e ke fajin. Ndërkohë nga ana tjetër ti pastaj thua, jo më e ka fajin ajo. Pastaj ti nga ana tjetër jam i bindur që mendon po njësoj, që ai po mendon që e kam fajin unë. Marrëdhënia intime pastaj duhet të kthehet deri diku mekanike, sepse si ti duhet të ndjekësh proceset që janë ovulime, ato gjërat që shumë specifike. Pra kthehet në një mekanizëm që janë shumë të fortë ata që i rezistojnë, që mos të çojnë në veç shkatrim. Dhe për ata që duan familjen, se ka njerëz që thonin, "Okej, domethënë nuk i gjykoj punët e tyre", por kur e do familjen dhe kur kupton që do trashëgimtar, dhe pavarësisht kush është fajtori, në çift është një perde e padukshme që duhet të kesh shumë forcë karakteri, duhet të kesh shumë dashuri, duhet të jetë shumë e fortë që ti rezistosh. Dhe fal Zotit, ne ja dolëm, nuk hoqëm dorë. Por ka qenë e vështirë. Në mënyrë absolute ka qenë e vështirë. Absolutisht po. Domethënë unë nuk mendoj që mund ta thyente asnjë gjë. Kur e kthehem mbrapa në kohë, mendoj që po, e vetme gjë që mund ta thyente ishte mungesa e të ardhurit në jetë, stresi më saktë, ose drama e të mos të ndërtuarit dot familje kur e do. Dhe domethënë 4 vite pritje, domethënë ishin shumë, dhe në fakt unë gjë që se kam treguar është unë shkoja thuajse çdo muaj te doktori, sepse doja të shikoja nëse ovulacionin e kisha në rregull, të gjithçka dukej në rregull, Edhe prandaj thoja pse s'po ndodh, përballesha sërish me teste negative. Edhe pse nuk po ndodh, ndërkohë që çdo gjë duket se është në rregull, ça po mungon më, kisha bërë analizën genetike, kisha parë që kisha mutacionin më të HFR që mund të më ndihmonte nëpërmjet aspirinës, por kjo vetëm në rastin që mund të ndodhte në një shtatzani. Fal, ty ti kuptojnë këto që po thua gjithë? I kuptojnë të gjithë. I kuptojnë të gjithë. Okej, dakor. Edhe më pas ishte acidi folik që lavdi Zotit sot e kemi të metiluar, në atë kohë duhet aporosisat më vinte nga Gjermania dhe prapë unë nuk e gjeja ashtu siç duhet. Edhe por prapë nuk isha një përgjigje pra ishte një infertilitet i pashpjegueshëm aso kohë që ne flisnim. Dhe infertiliteti i pashpjegueshëm është akoma më keq se sa të kesh një infertilitet të shpjegueshëm edhe ti e di rrugën që do drejtohesh. Paktën deri në atë moment, deri në momentin që ne vendosëm të drejtoheshim tek Orion Glozheni. Kthehemi te ignoranca, në parë. Unë besoj shumë te shkenca, dhe ti e di sepse këtu më vjen akoma më inat me veten se si ne kemi kaluam gjithë atë stres, gjithë atë
siklet, ndërkohë që potencialisht një zgjidhje ishte aty. Besoj një apo jo, po unë edhe për IVF-in, as nuk kisha dhe kur mbas gjithë këtyre streseve ti erdhe në shtëpi me propozimin, me meritën ke punë. Po, merita ishte ajo që vendosi që Alushanin, është momenti që të takoni doktor Jon Glozhenin. Dhe më the, u surprizove që unë reagova aq pozitiv. Dhe mua më zhdukur, aty më zhdukur veti akoma më tmerr. Sepse për aq kohë sa sot teknologjia, mjekësia ka evoluar dhe ti nuk shkon më t'i bësh operacionet me, ku dëgjon me ato thikrat e mëdhaja, por bëhet me lazer dhe lazer, zgjidhet çdo gjë. Dhëmbi nuk bëhet më pa narkozë, atëherë për aq kohë sa është facilituar ky proces, nëse janë mundësit, se ka dhe njerëz që s'kan mundësi, falë Zotit i kishim, pse jo? Dhe për mua ishte i shpëtim, absolutisht që është një gjë që nuk e se kam në një qef të madh ta ndaj, se është detaj personal, por ti ke një parim të ky podcast, që është sinqeriteti mbi gjitha. Njerëzit nuk e dinë se sa seriozisht, nuk e di, ta dini sa seriozisht e ke ti këtë gjën, nuk di, do lidheshin akoma më shumë me ty, por koha do e tregoj, jam i sigurt që e ndjej. Ka qenë një moment që unë deri në fund nuk kam besuar, më zhdukur një proces. Vërtet nuk e ke besuar? Jo, nuk kam besuar. E di se nuk duhet të shkoj dhe të më tregosh për pjesën e besimit, se kjo është ndonjëherë edhe një komunikim që ne bëjmë bashkë sot në podcast edhe për herë të parë, për disa gjëra që ndoshta nuk ja kemi thënë atë moment njëri tjetrit. Edhe kur unë takova doktorin aso kohë, a i tha Porinda se në do të takohemi të dy si çift, e ka qenë periudha e parë, po rifillon të Covid-i sërish aso kohë, ishte vjesht, ishte periudhë shumë e vështirë. Do takohemi sot pas dite bashkë, tuaj bashorti të vi në klinikë, të takohemi të flasim, okay. Dhe në fakt gjëja e parë që doktori më kërkoi atë ditë, pasi pa gjithë analizat e mia, pasi pa gjithë kartelën time mjekësore, më thotë, okay, nuk kemi AMH-n. AMH-ja është rezerva ovariane, është një gjë që unë e them shpesh edhe për mamat dhe për ata që duan të bëjnë prindëri, që është gjë e parë që duhet bërë. Edhe thash të shohim rezervën ovariane, edhe pastaj të shikojmë se ç'është procedurë mund të ndjekim, sepse mund të kemi diçka shumë të vogël, që kjo ishte komunikimi që më bëri doktori. Edhe u bë analiza, në një kohë fare të shkurtër doli që rezerva ime ovariane ishte 0.9, thuajse 8, 0.8, 0.9, pra drejtë rënies së plot. Dhe mbaj mend që doktori atë ditë tha, Orinda, doja shumë të bënim formë tjetër, por ne nuk kemi kohë të ecim, ne duhet vrapojmë. Dhe ky ishte momenti kur ne duhet vrapojmë, ishte momenti për të vendosur për IVF. Unë përsëris. Unë jam mërzitur me ty për këtë gjë, që nuk ja kishim borxh ndo kujt. 3 vjet e ca. Okej, është gjë ideale në botë që çdo gjë të vi krejt natyrshëm. U mërzite me mua sepse unë s'ta kisha dhënë si sugjerim më përpara. Po. Nuk është fjalë dur u mërzita, po me nerva nuk di si ta them, po pse jo, domethënë duhet ta kishim folur, nuk ndoshta sepse ka dhe një lloj tabuje kundrejt kësaj. Tani ka filluar të sepse është ajo që i rikthehem, që dhe mua në fakt unë ti e di që unë e kërkoj gjithmonë te vetja, dhe në fakt thosha, okay, unë kam dhënë përshtypje në një dallkauku, në një tipiku që thotë që hacma se këto bëhen, se i bëjmë ne, se domethënë në fakt është krejt e kundërta, domethënë ajo është një plagë e shoqërisë moderne, domethënë rënja e fertilitetit, liçmëria e pakët, domethënë unë
duhet ta kish, unë I pari duhet ta kisha, po më është një lloj mendje lehtësie që me kosto të lartë. Me shumë Me kosto të lartë, ata që e kanë hequr e dinë këtë gjë, ata që se kanë hequr shqyr dhe uroj mos ta kalojnë. Nuk e kam menduar që do ndodhte. Pra më dukej proces që nuk e kuptoja dhe rrjedhimisht nuk mendoja që do ndodhte. Procesi I IVF-it është I shtrenjtë, është ezaurues dhe një gjë që nuk e dinim para se ta fillonim ta bënim. Dinim vetëm koston që ishte e lartë absolutisht. Shumë e lartë është. Por nuk e dinim se si do të ndikonte te unë hormonalisht, se si do funksiononte, na do e arrinim dot. Unë fakt e them sërish për herë të parë këtu, po motra ime ka kaluar një proces të tillë dhe ja doli me sukses në fakt procesit të IVF-it, dhe pse kishte bërë ndërkohë 2 fëmijë vetë, më dhënë të parin dhe të tretin arriti ta bënte vetë pa proces IVF-i. Po kështu ishte, kështu e tha Zoti aso kohë që duhet priste gjatë dhe ju fut një proces IVF-i në të cilën do të sillte 22 vezë, dhe unë kisha idenë që pse jo. 22 vezë, do I nxjerrim, pse kur e ka nxjerrë motra ime, pse si nxjerrun. Kjo ishte ideja. Por filloi procesi IVF-it. E kujton momentin që unë fillova të shpohesha? Tani pasaj pasi hym leximit, të po thënë pasi dhe unë fillova dhe ti e di që unë bëra gjithë analizat që ishin normale. Të gjitha, po. Dhe bëjmë shakat se unë bëj dhe ajo analiza e ajcit. Po, duhem bërë gjitha analizat infektive. Ishim, do më thënë, edhe kjo është një problem shumë I madh. Dhe këtu nuk e di ti, mbase s'ke shumë shikus meshkuj, po nëse e shohin, duhen bërë analiza dhe kot. Do më thënë, duhet bërë vizitat e andrologu, duhet bërë eko, duhet bërë gjitha. Seriozisht duhet bërë gjitha, sepse nuk I dihet, do më thënë, mund të zbulosh gjëra që mund të parandalosh është ideja, kjo është. Ishin okay. Dhe kur unë fillova të kthehemi tek pyetja jote si e përballove ti, tani nuk është më doni më për Belulin apo të komplimentojmë njëri tjetrin, po seriozisht pasi lexova realisht unë nga leximi thash okay, do ketë një proces të vështirë psikologjik e tjerë. Ti nuk ke shfaqur asnjë në atë periudhë, se kujton që Jo, kujtoj gjithën. Jo, nuk e shfaqur asnjë. Jo, nuk e kujton që unë të kem pasur në një moment. Jo, të jemi sinqert, e ke përballuar në mënyrë, domethënë ishe aq e fokusuar dhe aq e stresuar që të kishte rezultat, sa nuk e pyetur fare për trupin tënd, në kuptimin se si ishe ti në atë periudhë. Nuk mbaj mend, po jam I sigurt që s'ka ndodhur fare, dhe nuk do të bëj trim me kot, po ta them sinqerisht të gjën. Ndoshta është me natyrë, unë prisja që ti të kafshoje njerëz, po nuk ndodhi asnjë gjë nga këto, ti ke qenë vërtet shumë me forcë, siç e thash në fillim që ti je natyrë e tillë, dhe çmimet nuk ai procesi, domethënë gjithë procesi, përveç se ka pasur siklete, ke qenë shumë okay. Me që mendoja unë që mund të ndodhte. Ty të kryon e sikletet të momenti që unë bëje në gjelpërë? Jo, nuk më kanë kryu siklete, kam thënë vetëm që po unë që do bëj, do më thënë si mund të mbështes unë. Procesi im ishte shumë mekanik. Fatkesisht për gratë, procesi burave ishte është më I kollajt. Një 10 minuta atje vizit, ik mbaron punën dhe ashtu, po edhe depozitohet materiali, se kështu quhet termi. Po jo, do më thënë, nëse ti e di që unë ta kam thënë që nëse unë do respektoj çdo vendosësh ti me trupin tënd, dhe nëse ti ndjen që ky proces është I dhimbshëm apo I vështirë apo ku dëgjoni pa përballueshëm, s'kam ç'a them. Do të rishem, unë mbaj mend që aso kohë duke qenë e përmenda pjesën e Covidit, pjesën që ma më është dashur të thoj me emisionin edhe në Korçë dhe të injektohesha në hotel. Ajo ka qenë në fakt pa përgjegjshmëri e jotja, ne kemi diskutuar atë që domethënë për mua ishte, po ti nuk doje në asnjë mënyrë rutina të ndalonte, ne ishim shumë hermetik, se ka qenë edhe nga era e parë që ja tham gjithëve, pastaj s'ja tham asnjërit, ishte krejtë punë. Mbaj mend që ka pasur ka qenë një moment që ka qenë mos gaboj mami jot ka qenë shumë smur. Ajo pasi ndodhi në fakt, pasi ndodhi gjëja dhe në fakt pas mbaj mend pjesa e Korçës. Po, dhe u desh vetëm 2 javë, në fakt një 10 ditë 2 javë.
Po e di pse e kujtoj këtë pjesën e Korçës, sepse kur jam kthyer nga Korça do kanë qenë ditët e fundit kur unë do të merrja injeksionet e fundit dhe do të shikonim se kush do të ishte dita e pick-upit. Edhe po shpresoja shumë që Si quhet kjo dita? Pick-upi, Pick-up? të marrja Si pick-up, vesve. okay, Marrja vesve. Pick-up. Edhe i them doktorit, po shpresoja shumë në fakt që doktori të gjende më shumë vezë se herën e fundit. Edhe kur hyra brenda, doktori kishte harruar dhe isha pak e depresionuar në atë moment për shkak se nuk po prodhoja vezë mjaftueshëm, kisha vetëm 4 vezë. Edhe kur hyra në dhomë, madje njëra nuk ishte, e tretë, e katërta nuk ishte le të themi në formën e dur që ne e donim, por kishim akoma edhe 3 ditë shko për ta i stimuluar. Dhe futem brenda dhe shoh monitorin. Doktori e kishte harruar monitorin me një paciente para meje. Plot ajo? 24 vezë. Ushtri. Më thënë... Garnizon. Aty ka qenë një moment që thash, kisha një lloj që më duket se nuk doja dal tot, domethënë sepse me 4 vezë, 3 që dukeshin të mira, më duket se s'poja dal dot, por prap kisha ma thoshte brenda që ajo gjëja do ndodhte, nuk e di. Ishte një lloj ndjesie që unë nuk isha pesimiste për atë që po ndodhte. Unë kam qenë optimist, nuk kam qenë optimist, dhe më kam qenë optimist fake, nuk kam qenë optimist. Po, ke qenë shtirë aso kohë, më shtirë që për mua. Jo shtirë, fjale madhe i shtirur, po e ke parasysh gënjen veten, krijon iluzionin që, po në fakt çfarë beson është tjetër gjë. Nuk është se thjesht nuk doja të krijoja negativitet në proces, po nga që dhe se kuptoja si proces edhe për isë të vërtetës deri në fund kam qenë skeptik, edhe pasi është marrë lajmi, pra që... Jo, nuk dua të shkoj aty. S'do shkojmë, okay. Se kthehemi... Nuk dua të shkoj aty, sepse ne kemi një thënie shumë të bukur nga doktor Orione. Ta tregoj atë unë, ajo është gjëja më e bukur që nuk ti, edhe besoj që ky episod atë titull do marrë. Po, ta them me fjalët e mia unë? Po, me të tuat, po. Okej, vemi tek doktor Orioni ka një problematik, nuk qesh kurrë. Është një kështu tëngë dhe është shumë i gjatë, është si suedez, si norvegjez, i gjatë kështu edhe i ftohtë, se normale atë punë ka. Edhe merret me gratë, çfarë do bëj, fundon normale që do të jesh ftohtë me gratë. Po normale që i skapi gjakun në trup. Nëse, edhe doktori erdhi dhe kjo Orinda më kishte shpjeguar më ndërkohë procesin. Kishin 3 vezë, kishin ngelur 2, janë bërë embrion 2, ta ndoshojnë zhvillimin thonë. Si jemi, them unë, shumë mirë më tha mua, dëgjoni tha, ka mbetur vetëm një vezë. Juve tha, duhet të firmosni këtu sa vezë do jemi, po s'keni që firmosni, se një është, kështu që dorë të Zotit. Dorë të Zotit. Këtë punë e ka vetëm Zoti në dorë. Si ishte ta thoshte një mjek këtë gjë, sepse duket pak edhe sidomos një mjek që i takon ai vjetë. Shiko, tani, atëre, që kjo punë është në dorë të Zotit, nuk ka diskutim, sepse nga procesi, po biologjik këtu po, nga procesi ngjizjes deri tek krijimi i fetusit edhe krijimi të bebes, është një proces shumë i komplikuar, se pasaj ti e di që unë hyra me themeli të studiuarit. Është një proces shumë i komplikuar që këtu një forcë madhore e bën këtë gjë, kështu që dhe mjekët besoj që e beson një gjë të tillë. E beson një gjë të tillë, nuk e di. Doktori e beson doktori e tha për të batuta, po e tha seriozisht, po. Jo, e beson vërtet. Neve na ngeli sipas procesit tek një embrion. Një embrion. Dhe ai embrion u fut atë ditë, me sa kujtoj, ka qenë 1 nëntor, dhe në datën 13 nëntor, ditë e premte, thonë, e premte, ditë e keqe, dhe 13 dhe e premte, thonin, po nësë kisha mendje në aso kohë e fare, isha shumë chill, isha shumë e qetë. Atë 2 javor tash të ndodhi, çfarë të ndodhi, nuk intereson, nuk pash as teste, as një gjë që zakonisht gocat i bëjnë në këtë kohë. Dhe internetin e reduktova sa më shumë për të marrë informacione. Dhe shkoj datë 13 për të bërë analizën e gjakut për betan. Dhe
E mora, isha shumë qetë, shkova në punë, kisha montazh, atëherë sa po kishe filluar të rriqeshin, nuk kishe më intervista shumë pak, punonin në për shtëpia tona më shumë se sa. Po, si ishte Covid. Se sa në xherime në vendet edhe në dre, kur kam qenë në montazh, mbaj më bie telefoni. Ka qenë vetë doktor Orioni, i cili shumë i lumtur. Ja doli, tha. Megjithatë, tani do të tregoj pjesën time të historisë, që unë edhe pasi ti the, ndodhi, unë prap s'jam gëzuar. Sepse thash, dhe di cila ishte frika? Se ku mbaron dia jon, fillon shkenca. Domethënë kaq dim ne, pastaj fillon shkenca. Fillon doktori. Dhe thash, nëse kjo gjëja, sepse ai tha gjithmonë që ka dhe një shans, është ka një risik të vazhdueshëm. Të vazhdueshëm. Nëse kjo gjëja prap, edhe tani, që ne e bëm me shkencë, po e thjeshtëzoj, nuk ecëm, aty realisht u trëmba për ty, le të themi për mirëqenien tënde mendore, u trëmba për veten, u trëmba për ne. Dhe ndjeva edhe një lloj trishtimi, se thash, po s'ndodhje tani, se unë qëngër kam i destinuar që unë mos një njeri që do të ndërtoj familje të gjerë, edhe kjo e do pse, dhe kam pasur kaq shumë siklet, nukjerën e parë nuk kisha ka fare këto. Dhe kam pasur aq shumë siklet sa kur thoshin atë 12 javshin e famshëm që ty stabilizohet, ka qenë, domethënë më mirë mos ta dija. Domethënë ka qenë vërtet shumë stresuese. Shumë stresuese. Sepse thosha pas kësaj se okay, nuk e dija që tentoj prapë, mund ta tentoj disa herë, po thosha mbas kësaj më duket se s'do ja dalim dot më pas. Nuk do thyemi. No njëri o tjetri do thyemi, ndoshta edhe të dy, po njëri tjetri do thyemi, kështu mendoja. Atë ditë vum pemën, mbaj mend, dhe që për asaj kohe pema vjet në nëntor në shtëpinë tonë. Edhe të nesërmen unë dal me Covid. Lere dhe më thamë vetej. Në mëngjes marrë vesh isha me Covid. U detyrova të izolohesha në dhomë. Ti më pyem shërbeja me mask. Aso kohë mirë, aty kam qenë dhe burri mirët. Po, më ke ndihmuar shumë. Se nga që s'dit nga të këtë. Po, shiko, çfarë është e thënë do ndodhi dhe ne nuk e shmangim dot. Ato erdhën një ishte surreale gjithë, sepse ndërkohë unë mban mend punoje gjithkohës, po. Se ne nuk e ndaluam atë në programin. Ndërkohë prindrit ishin problem, mami jot mban mend që mami unë smër shumë keq ishte. Shumë keq. U bësh gati për të ikur, po. Mban mend për një bombull gazi atëre ishte sikur bombull oksigjene. Bombull oksigjeni sikur gjeje veshk, jo sikur gjeje oksigjen. Dhe unë nuk e di, megjithatë nga njëra anë kur e kam menduar edhe më vonë, më mirë që erdhën këto sepse nuk u morëm më me stresin po reziston po ikën. Dhe kjo mendoj që ka qenë një plus i madh. Prandaj po atara ishte destinuar të vinte dhe nuk ishte burr nëne dhe Covid që e ndalonte. E di çka kujtoja atë ne nuk ja tham prindërve, se ishte një gjë që asnjëri nuk e dinte. Ja kemi thënë pas një farë kohe pasi u bën mirë. Dhe unë më desha të kohë që fakti që mami ishte shumë smur dhe nuk po reagonte. U desh të kujdesesha edhe për babin, që ishte i paralizuar, dhe mbaj mend që u desh ta ngrija pesh, të kujtet dhe asnjë nuk e dinte, dhe s'dija si ti thoja që unë nuk e ngrej dot tani, se me mua ishin mësuar që i ngrija njerëzit. Te s'ma the, mua ma tregove më vonë, sepse është gjë që unë u iritova më vonë kur e mora vesh, për nejse, iku, domethënë Covid ishte një periudhë e errët jo vetëm për ne, fal Zotit ne nuk patëm humbje në familjet tona, ajo nuk ndikoi në proces edhe... Por
patëm një surprizë jo fort të këndshme në javën e 14, kur unë për herë të parë thash disa spotting edhe thash o babo. U kthym prap në pikën, ndërkohë që kishim marrë Ndërkohë që ndërkohë që shkencërisht ato ishin krejt normale dhe nuk janë shenjë fare të Po, në atë kohë ne kishim bërë edhe niptin, që i bëm të gjitha duam ato që i ka të gjitha i kishim shumë. Edhe për gjinin dhe unë isha lënë dhe porosi. Po. Isha lënë porosi që nipti pasi të bëhej t'i thuaj motrës time si gjini. Në botë. Dhe që kishim mundësi më mbrapa mund të bënim ndonjë festë të vogël për ta zbuluar. Por kjo nuk mund të ndodhte me Turianën. Okej, atëherë ta tregoj. Unë para njëri ishte ta merrte vesh kunata ime para me, gjinin e fëmijës. Po jo, më goc. Po çat ke që ka? Po jo, më thjesht, jo, pik. Nuk të shkojnë në përmend. Tani unë korruptova doktoreshën, i thash dëgjoj, i thash ti do ma nisësh mua, unë jam babai i fëmijës, mos ja nis zonjës, i thash nuk ka problem. Mua ma nisi. Ta nisi, po ti nuk e pe, fshime i bëre dilit. Ti e bëre dilit. Pashi analizat e bebit ishin okay dhe thash edhe gjinin ajo që kishte ngatruar e fshiu, do të thënë ti i bëre dilit, tani dërgoi dhe e di që nuk e pe, dhe unë ndërkohë e kisha, do të thënë kisha orindën, tani të kishat se nga të kisha ishim në divan, në divan edhe unë e kisha analizën dhe kisha që ishte goc. Edhe thash se si e kam mbajtur veten në fakt sepse unë gjithmonë kam dashur goc. Edhe nuk ja thash, edhe besoj që kam bërë pasaj procesi ka shkuar fjoll, nuk ka pasur problema. Përveç asaj momentit të spotin, qa mendove në atë moment? Jo, nuk mendova keq, sepse kisha lexuar, domethënë kisha lexuar dhe humbja mbas javës 14-15, ne ishim javë 16 diçka e tillë. 15 ka qenë, po. Ne, s'ka detajesh, mendoj që është shumë i fortë. Domethënë duhen një forcë më madhore. Me aq sa mendoja unë, nuk e di tani mbase ja fusi atë kod, por kisha mbas javës 12 unë fitova sigurinë dhe 90% bindje që nuk ndodhte me asnjë gjë. Fal Zotit, nuk ndodhi asnjë gjë. Si e ke përjetuar shtatzanin tim? E para njëherë pas këtij momenti? Tani unë nuk e di si përjetojnë tjerët, po ti nuk e pasur asnjë, përveç frikës sikletit ton të përbashkët për atë që dije. Çfarë mendoje, çfarë ndroje, çfarë pritshmërish kishe? Asgjë s'ka menduar, doja vetëm që ti ishte i shëndetshëm bebi. Kaq doja që ne të bëheshim prindër dhe të mbaronte me sukses. Okay. Kaq të thyej ai dhe të merrnim një lloj shpagimi për gjithë ato peripeci që për të tjerët mund të jenë karamele, për ne ishin goxha të mëdha. Vetëm kaq doja, nuk më interesonte gjinia, nuk më interesonte asnjë gjë, domethënë të ishte një beb i cili të vinte si bekim për një çift që donte ta kishte. Ne kishe dashur shumë. Pik. Dhe për ty, pastaj kuptova procesin e gruas, kuptova sa i komplikuar ishte dhe për ty që të mbaronte për ty gjitha ajo, domethënë ti nuk qaje, ti nuk ankoheshe, ti nuk shfaqe asnjë lloj, nuk bëje drama, nuk kisha fare ti. Po barku në goditje ti kujton? Tatarës? Po. Thash, mendoj që nuk e kam shijuar shumë për hir të këtyre mendimeve, por ato pak momente, për shembull kur më ke nisur foto në parkun e madh, që ishte aty filloi një qef. Ishte një lloj qefi. Ty të ra një nur, domethënë ta kanë thënë dhe të tjerët, u bëre vërtet, domethënë jo ti je shumë e bukur, po u bë një nur shumë nur shtatzanie, siç e thon domethënë, dhe ishte gjithçka shumë smooth. Ishte edhe pjesa e Covidit që njerëzit i bëri më afër, që njerëzit pastaj fillon të gjithë. Pasi dhe unë i bëra për 2 lekë për këtë punën që s'na kishim folur më parë. Dhe ishte një proces pasaj që ka parasysh kur mbas shiu do dali dielli dhe doli dielli më i bukur se çdohet, domethënë dhurata
Kur e ke menduar emrin e atarës? Ka qenë proces, ka qenë në 4 emra, por unë isha i bindur për atara, e dija që do të pëlqente edhe ty, s'kisha dyshime fare për emrin. Domethënë simbolika e emrit, çfarë do të thotë emri, gjitha këto i kisha të qarta dhe e dija që do të pëlqente. Isha i sigurt madje. Nuk është se kishte një kështu që po sikur mos ta pëlqej, nuk është Si s'do e pëlqej ti. Po ja, s'do e pëlqeja. Ç'a do bëja? Po do ta pëlqej. Do të pëlqente rrugës. Edhe unë s'kam pëlqyer në fillim, po. Kështu, përpiqem. Unë jam persistent kur dua. Unë si bëja zoti që s'bën asnjë të galamani, po me ty e zgjidh. Deja. Dhe 9 muaj kaluan. Doktori vendosi që data 15 do ishte atarës. Por para se të vinte kjo datë, patëm një surprizë një ditë përpara se ti të organizoje baby shower-in tim. Dhe menduam se ishim gati duke lindur atë ditë. Për pos frikës që s'po dinim qa, po shoqyrishte Silva që vajtëm te spitali. Te Glozheni. Te Glozheni, se këta janë dhe perandoria. Koço. Te Koçua, jo te Orioni. Aty te Bryli, domethënë. Për burrat që se din, edhe aty ishte staf shumë i mirë, vajtëm atje në Gurgulen, thua aty, vetëm ne kishim lindur. Vetëm ne do lindim. Ne kishim darë mendjen që do lindim, po në fakt s'kishte ardhur. E qeta ato zonjat na dëbuan. Po. Na thanë, mos një çik këtu se mund të rish këtu, po ne e morëm parasysh, le të themi se ishim afër në rrugë. Dhe baby shower ishte tamam baby shower. Në baby shower. Ishte baby shower. Komplet u bëm çull nga shiu. Një shi i madh aty, po gjithsesi, domethënë gratu lagën. Po si ta zbulova edhe këtë surprizën e baby shower-it. Po kshu e njish për të zbuluar këto. Mirësh mos ti zbulosh, Orina, se nuk është ai gëzim i madh ti mosh vetes një surprizë. Po nuk e di. Ata që se din, Orina ka shumë qef të zbuloj kur i dikush i bën një surprizë diçka, ka qef. Jo, më vjen mua. E gjeta. Po nuk fiton gjë, po nëse, ç'a të them, unë ke pasion, okay, çoj deri në fund. Erdhi data 15. Po tani nisëm, unë ngritëm atë mëngjes. Po. Ishte mëngjes plot diell, sigurisht 15 korrekt. 7 jemi çuar. 7 mëngjesit, po. Sepse në ora 8 do shkonim atje, bënim atë procedurën. Tani aty nuk ka fare emocion sepse unë nuk e dija që për 10 minuta mbarojën të punë. Jo, mbaroja për 10 minuta, dilte bebi për 10 minuta, po unë kam ditë 2 orë aty duke. Po më të dilte bebi, pa ti do dilje, se nuk e dim atë që do dilje dhe ti tani. A kishe frikë? Ja, nuk kam pasur frikë. Ua, po ti u dridhje gjithkohës, unë kam parë, kam të xhiruar. Dridhja kur mora atarën. Dridhja ishte gjithkohës në stres. Jo, edhe një frikë atëre. Unë besoj shumë te karma. Në kuptimin e çdo mbjellësh do korrësh. Nuk më dilte askund në llogaritë mia që neve të kishim edhe këtë boll vuajtëm. Domethënë kur bëja llogarit, nuk më dilte dhe mënyra se si shkoi procesi nuk kisha dyshime sepse shija e para një përgjegjësi të madhe nga doktori dhe nga gjithë stafi atje, me qira fjala spitali shtetëror i Koços, Orionit ishte vërtet një staf i mrekullueshëm, s'më ka rënë kur rasti ti përshëndesit. Një jashtëzakonshëm, ne kemi pasur një eksperiencë shumë të mirë. Shumë të mirë, edhe nuk kam pasur siklet, po normale atë ankthi se ti e di që u kam ankth dhe ku luan Milani, jo më për lindjen e vajzës sime. Banalizoj fare. Po tash un kam ankth gjithmonë, nuk tani mos bëjmë kot sikur ashtu, jam një ankthioz dhe ti e di që çdo sfidë. Aty ishte 99, jo 100, po unë mendoj që kam qenë i qetë me kutin tim të ankthit, se me natyrën time do i thosha doktorit ik ta hapun. Kështu që por ai zgjati shumë pak, fatmirësisht zgjati shumë pak. Kisha lexuar këto që shumë të rralla janë rastet që ashtu. Sipas doktorit, edhe asaj doktoreshës ndihmëses ti ishe në parametre gjithçka perfekte, kështu që më thon lindja ishte cezariane, kështu që nuk kisha. Por se e keni këtu. Se e kam thënë shpesh. Çka ke thënë shpesh ti? Ky vendosi që unë të bëja C-section. Po pse e thua si një gjë të keqe?
Sepse edhe kur e diskutova me doktorin atëherë, doktorin tha pse duhet lindësh ti me C-section? Tha mua, çfarë problemi ka, tha. E thash merr me burrin, e thash. Pa ai nuk pranoi të merresh me ty, tha. Ta tregoj nga Se vendosa me C-section. po e para, të vendosa se po e thua sikur unë të Po sepse ti kishe nevojë të ishe i qetë, ti ta unë dua ta kem në kontroll këtë situatë. Po, Dhe nëse e dakor. kam më shumë në kontroll me C-section, e dua me C-section. Ti Në the fakt- ti në duhet fakt- të jesh mirë, bebi duhet të jetë mirë. Po, është e vërtet, plus që kisha lexuar, e thash unë te shkenca besoj shumë, plus që kam një eksperiencë që nuk, do të thënë nuk më ka lënë pak Me traumë. po, traumë, fjalës madhe, po me ç'të dëgjova tek kur lindi kunata jote, Dori, po. Dorina, kunata e Orinës, vajtëm në Maternitet, i vjetri. tek materniteti Geraldin. Tek Geraldina. Dhe unë hyra atje, dhe atje Njëri pa gabim, hyra prandaj. gabim, unë se hyra tek vendi ku ato ti ishte Ato ishin bërë gati për të lindur. si sallë torturash dhe ishin mbi 12-15 gra që u lërinin në një mënyrë të frikshme që murën gjithë mishi mua, thash çfarë të ndihmoj unë ato të shkretat. Ato ishin dhe intonoheshin në forma të ndryshme dhe unë u traumatizova, thash, "Ore çfarë po i bëjnë?" Ato po lindin. Edhe aty thash, gruaja ime nuk ka për ta hequr këtë dhimbje, më falni sepse ndoshta mos më duken paragjikues, po mua më dhimbsën. Okej, është thonë që ka ato të Është mira të proces procesat, natyrshëm, secili po. zgjedh vet, nuk gjykoj njeri që bravo u qoft nënave që i durojnë ato dhimbjet. Kunata jote zojnë 5 minuta. 5 minuta vetë edhe ajo. Vet, Ka po. dhe njerëz kështu. Unë nuk doja që ti këto vuajtje në thonjza që janë, okay, Se janë nuk e vuajtjet dinim si do shkonte. Po. vuajtjet më të mira, më të bukura në botë, po prap janë vuajtje. Thash ti besojmë shkencës, aq më tepër në procesin që i vinim nga IVF etj. Thuaj që është më safe, më e kontrolluar për këtë arsye. Atare lindi. Dhe personi i parë që e mbajtë në krah ishe ti. Jo se doja, me thënë drejtën, ajo goca herdi, ishte një, nuk, se kam gjetur kur atë. Po ajo e ke parasysh to. Po si se ke gjetur, është mami ka qenë gjithkohës Se aty kam me gjetur ne. më vonë, më Po. them që Ajo ti e them- vuri për ti të them- parë energji ti them- atarën të unë. Ti them faleminderit Po, sepse ka qenë fantastike. Gjithë proceset që kisha menduar në kokën time, jo do Po. t'i afrohem me lezet e kështu, e mori gëldup, ma ngeci në dorë, edhe më mori, tha mu më jep dhe telefonin, mori dhe telefonin, bëri dhe foto vetë, tha mu ma jep tani, edhe ma mori, i kryo ajo të gjitha, kështu që faleminderit asaj vajzës. Kur e mbajta në dorë, pata një kështu, thash, në fakt në atë moment e kisha mendjen tek ty më shumë. Dhe kisha një lloj frike, ore, a jam shumë i gëzuar apo s'jam? Mos, a jam babaj pa lidhje fare? Se nuk e ndjejnë baballarët ashtu siç thonë, se e thonë se kanë Po i frikë. ndodhe nëse- mamave një të gjë. Po te mamat mendoj tani te mamat mendoj që është jote ka dalë nga trupi jote, është Po prap proces më e ashtu. ndodh, sepse shoku janë të gjitha bashkë. Edhe thash, moj, e dua kaq shumë sa që lexoj se dëgjon të tjerët të mbreti, princesha ime, zbriti në Tokyo Nia, dhe thosha, po kjo tash kaq Nia, okay, fëmia im, po okay. Kaq është, nuk ose si të tjerët, nuk ose na dolim në një yll ball. Dhe kisha këtë siklet, plus s'më la ko fare ta procesoja jo, domethënë shefja, bosja madhe, dhe pata një lloj kështu, në fakt doja të dija si ishe ti njerë. Kur shkove ti në dhomë, që erdhëm në dhomë aty pasaj që të pash ty dhe ti e more në dorë dhe u ulëm të tre, më duket se kemi dhe foto atë, Po, që na ka bërë Silva, Po, më duket, po. më duket se si Po. motra jote. Aty e ndjeva ngrohtësinë e foshnjës, edhe atë që thon aroma e bebit. Edhe këty se atara domethënë reagoi shpejt. Ishte shumë Momenti kur u vune qi, atë moment, po, direkt. ishte shumë e mbarë në atë pjesën dhe plus si unë se pas shumë me ato gjakun, kështu që thonë që kisha Jo, menduar. po sigurisht, ishte se shumë lind e me pasur, ishte operacion. serioze. Ishte vajzë mirë. Dhe aty e ndjeva
Dhe ishte shumë e bardhë. Ishte e Bëhet më sa e bardhë, po. bardhë, ka qenë Ka qenë shumë e bardhë. Aty e ndjeva, ashtu nuk kuptoheshin gjë këto, po e bardhë ishte vërtet. Aty ndjeva që e ndjeva disi. Por Si kanë qenë ato ditët e para, si e kujton ti veten si babi? tani unë e kam ndjer veten gjithmonë, tani më fal për modestinë, e kam ndjer veten gjithmonë të përgatitur për atë ditë. Kjo ndoshta edhe për faktin që jeta erdhi ashtu siç erdhi me humbjen e babit dhe unë kisha një përgjegjësi ndaj Elios, po dhe natyrë që marr përgjegjësi tim se që ka qef të ndonjëherë me tepri, nuk është se kisha frikë, nuk kisha frikë fare për ty, fare, zero. Kështu që thjesht si më thënë brenda asaj sferës son isha kriti sigurt. Nuk doja thjesht qetësinë tënde në atë periudhë, nuk thosha ore unë se kuptoj këtë, sepse unë ti e di që unë kam shumë të rëndësishëm komunikimi dhe me atarën nuk komunikoja dot. S'kisha si të komunikoja. I dërgoja mesazhe kështu. Aliene po nuk i kapte, nuk nga që fakti që s'komunikoja dot, nuk kjo më krijonte një ngërç. Në fillim kam pasur një ngërç shumë të madh, jemi sinqert, nuk është se kush bëhet baba nuk është se janë të pashpirt, se mu më krijoi kisha frikë mos thosha mos jam unë i pandjeshëm, janë nga këta që s'do fëmijën e vet, çfarë, domethënë mos jam në një lloj, mos kam në një problem. Jo, në fakt është një proces që duhet shijuar, nuk e pse e karikon veten me idenë që unë e dua shumë, është vjen kaq natyrshëm, po. Kaq butë, Ti mësohesh me dashurinë ndërsa. Unë them për shembull tani, unë them që nuk kam shfaq fare dashurisë se me ç'provoj tani, domethënë edhe ja u them dhe shokëve ose miqve që bëhen baballar, them nuk ke parë asgjë akoma, nuk e provuar asgjë akoma, është kot, është e induktuar, është vetë karikim, është suggestionim, vetë suggestionohesh për të thënë që po, bebe im, princesha ime të bëj babi ty të shtoj. Në fakt jo. Mendoj që është një proces që është vjen kaq bukur me kohën sa pasaj nuk Ti ke dhënë shishen e qumshit, aso questo un pompoja shumë, i ke ndruar pelenën shumë shpejt. Po. Gjëra që nuk mendoja që në fakt në natyrën tënde do i bëje aq shkollaj. Po mirë, se ti e lidh me faktin që unë s'di të bëj këto punë të tjera. Jo, s'di për punë tash. Po e them vetë, Kjo është fakt. Në një moment dakord, unë nuk jam shumë i zotim teknikisht me këto kaçavida. Jo. Apo s'ka nevojë që rëndë ato si merr. Nuk di të gatuaj, nuk di shumë procese fatkeqësisht, nuk është se e them me mburje, nuk është një burrnie e madhe, se në fund ditës mirë është dish shumë, por ai moment, ai proces e para njëri ishte një lloj shpagimi ndaj gjithë gjërave që kishe kaluar ti. Ishte një lloj detyrimi, jo në sensin kështu të ftohtë, po një lloj ndjesie detyrim që ore kjo ti gjitha kjo i bëri, kupton? Ti ç'do bësh në këtë gjë? Plus që kam pas ti e di që është shumë e rëndësishme, un kam dashur të kem lidhje me atarën të pa nuk më intereson çfarë lidhje ka me maman e vet. Jam i lumtur që goca ime ka maman shkëlqyer, po unë duhet të kem lidhjen time. Unë nuk besoj ta takoj vajzën time 18 vjeç, se ka shumë që thon papritur 16 vjeç nuk e kuptojnë fëmijën e tyre, po fëmia nuk kuptohet 16 vjeç. Ti nuk, domethënë fatkeqësisht fëmia duhet fëmia si çdo marrëdhënie tjetër duhet kultivuar. Nuk e ka fajin fëmia se fëmia 15 vjeç thot fuck off. Sepse ti s'ke qenë aty për fëmijën tënd ku ka qenë bebe. Sepse është proces rritje. Po si dhe nuk do marrësh, ka që thjesht është marrëdhënie, si çdo marrëdhënie tjetër. Nëse ti me kolegun e punës nuk komunikon, mos prit që të mbroj. Me gruan nuk komunikon, mos prit që të doj. E rrjedhimisht në çdo marrëdhënie, edhe me nënën, që thon fal, vjen një moment që nëse ti je arbut, je i keq, je i lig, edhe nëna fillon e distancohet, nuk të mohoj kur, po distancohet, apo vllai. Kështu që unë kam besuar fort që unë duhet bëj për këtë fëmijë, që nëse pas nesër unë mbi këtë fëmijë të kem ndikim. Se fakti që është fëmia im, nuk është se është një zotësi e madhe që është fëmia im, po që të bëhet fëmia im, përveç se biologjikisht, po dhe nga ana sociale duhet që unë të investohem me kjo marrëdhënie dhe kam qenë kategori, unë thjesht a e bëja mirë as bëja mirë kisha stresin, po që nuk mendoj që kam bërë ndonjë
ndonjë kështu heroizëm të madh. E vetmja gjë që ishte dramë që kur I dhash për herë të parë shumë e vogël makaronat që ja jepje ti dhe unë mora guximin, ajo ishte tmerr pasaj se kur hante vet ata me duar. Po aty më lëvizi zemra vendit, atë e bëra çik më vonë pasi erdhi ajo, pasi erdhi. Gjithmonë kemi menduar që kur të vinte ata nuk do kishin probleme me gjumën sepse ti ai që e gdhin. Gjërat ndryshuan çik kur erdhi ata, aty të flishin çik më shumë natën. Jo, se ata nuk ka qenë shumë. Jo, për që s'ka qenë, po ky ishte fati të dyve në këtë pikë. Jo, dakord, jo. Shiko, realisht ka pasur disa procese që unë kisha frikë ti ashtu, nuk ka lidhje me nuk po them që ashtu, ka pas mungesë përgjegjësie dhe nga ana ime ndonjëherë nuk e mohoj, po kam pasur realisht ca procese që më dukeshin që nuk I bëja dot. Jo se s'dia ti bëja, po më duket sikur s'ka qenë të saktë gjithmonë për mirëqenien e atarës. Atara ka qenë e mbar, tani të themi të vërtetën. U fut në një rutinë shumë shpejt. Në një rutinë që kjo është edhe unë kam meritën time, po kjo është merita ekskluzive jote, domethënë realisht unë u fut e vërtet pati. Nuk mund ta mohoj të gjën. Rutina shumë e rëndësishme, domethënë nuk e di çfarë diskutoni ju këtu se ti e di që se kam parë gjitha, po rutina shumë e rëndësishme dhe të gjithë ata që janë prindër të rinj ne një herë kemi prishur rutinën, që na erdhën për vizitë dy miq tan dhe u desh 2 javë ta rregullonim dhe që atëre ata gjumin në 7, simin e kanë 6 që vuan Orinda, po ne kam me mua kemi ndar. Rutina është shumë e rëndësishme, fal Zotit ka qenë fëmijë i mbar. E vërtet, filloi gjumin, ne nxorëm në dhomë vete kur ajo ishte 6 muajsh, që unë sot kur flas mendoj që kam bërë gabim. Mendon që kam bërë gabim? Jo, atëherë ke bërë shumë mirë, tani ke filluar me sjell krevat, që është 4 vjeç. Ky është problem, ky është gabim. Mendoj që është gabim, unë nuk mendoj që është gabim. Absolutisht po. Kam ndryshuar mendim Turian. Shiko, neve po çfarë problemi ka? Shkenca po thotë që është e rëndësishme që lere shkencën. Empatinë pa më folë për shkencën deri tani. Po jo, për shkenca është mirë për të marrë shkenca, kam përshtypjen e thotë, sepse fëmijët prindërit nuk kalojnë shumë kohë me fëmijët tani. Në momentin që fëmia ka empati mjaftueshëm, ka lidhje me ne mjaftueshëm siç I ka, un kam një shqetësim që neve të dy, por në përgjithësi ne porisim fëmijë të dobët. Në kuptimin të fëmijë që janë në një bubble, në një që duket vulnerable, po. Dhe kjo gjë tani nuk mundet të ri fëmia tani në varësinë e prindrit non stop. Orë të gjumit duhet I bëj vet, sepse unë e kuptoj, më ka emocion më të madh se të zgjohesh me atarën në krah, nuk e se bën për ditë, po kur ka dyshime Orinda për temperaturën se kështu, po është qef I madh. Por kjo s'do të thotë që fëmia jon duhet të ketë pavarësinë e vet. Domethënë, okay, deri te pika që e vëm në gjumë, po kaq. Në dhomën e vet, sepse e trisht është për prindin, po do vi moment që fëmia do jetë vet dhe sa më herë të mësohet me këtë gjë, aq më mirë është. Për të mirën e saj, po për të mirën tonë, ajo mund të flejë deri në 10 vjeç me ne, nuk ka problem. Po nuk është mirë, ky është. Mendon që nuk është mirë. Nuk është mirë, tani nuk e di se nuk jam thelluar në analizë, por e mendoj logjikisht. Që duhet pavarësi dhe elementi pavarësisë është dhe të zgjohesh ndoshta edhe një moment pasigurie. Të zgjohet ndërka ajo po zgjohet ka prindin afër, gjithmonë e mbrojtur. Jo, njeriu duhet të ketë edhe pasigurinë jetë për të forcuar. Pra duhet të vetë kontrollojë le të themi emocionin edhe frikrat vetë natën, po thua. Ti fillon të flet me terma teknike, unë s'du të mbaj përgjegjësi, se s'jam në atë, nuk jam për të dhënë mend këtu, po them që e mendoj në optikën time që janë procese që duhet I bëj vet, duhet të luaj vet, duhet edhe të qaj, duhet edhe të ngrihet vet, domethënë siç është puna e rrezimit që ti jemi shumë njësoj që ne nuk bëjmë bobo kur ajo vritet, dhe kjo është shumë e mirë dhe kuptohet, ajo nuk është më aq frikacake. Ndërkohë po të ishim ne për çdo gjë, do kishte frikë nga çdo gjë. Po, do qante për çdo gjë. Me 2 frika lind njeriu, domethënë. Jo të tjerat ja japim ne. Turian, Atara është smur për herë të parë kur ishte 1 vjeç e gjysmë. Që pati, le të themi, ti nuk e pe atë ditë konvulsionin e parë, por unë çaj bindur për konvulsionin se s'më besonte njëri. Dhe fill 6 muaj pas asaj dite, Atara ka pasur konvulsionin e dytë, që ka qenë me ty në divan. Me një temperaturë e cila përpara se të niste konvulsioni ishte 38.4 vija, sa po kishim qenë të doktorit dhe gjithçka ishte okay, ishte thjesht një virozë e zakonshme, por asaj të ndodhi një rritje temperature
e menjëhershme dhe pati konvulsionin e dytë, që lavdi Zotit deri aty jemi në këtë moment që flasim. Në atë ditë unë ndërhyra me febril dhe isha më e qetë sepse unë e kisha përjetuar herën e parë, por për ty ka qenë një shok ajo ditë. Kur flas për këtë punën e forcës tënde, ajo është që shia mbi tort ai momenti, sepse unë nuk e, do më thënë e kam rimenduar momentin aq, unë e kisha atarën këtu në dorë, për loste me mua, për bënd të kolotumba, kështu do më thënë për lëviste, dhe papritur, ajo u bë e bardh, puza u nxi, syt ikën, të dy syt ikën këtej, do më thënë u bën të bardha dhe dhe ajo dridhja, do më thënë, unë nuk e në parë unë ja vura bërë ti dram dhe jam i sigur që nuk kanë qenë me të njëjtin nivel dhe të reagoje ti unë aty ika, nuk të reagoje ti ashtu si që reagove, që vajte mora febril e ktheve në formë së poste dhe bëre gjën më të mirë sepse më vonë na e shpjeguan ti e dije. Ajo ishte thash, aty i vura unë vullën se çfarë sa e ftoht, në kuptim sa e fort je ti për të përballuar dhe për të dhënë aty momentit zgjidhje. Unë atë ikën deri në unë e kam. Të vjen shpesh ajo një moment, të vjen të kujtohet. Se mbaj mend që atarën e mbaja unë mbrapa dhe ti jepje ti makinës. Po. Tani është venitur pak se më duket sikur kaloi, sepse ajo është mosh ashtu, po çdo udhtim, çdo largim jashtë Tiranës, ajo gjithmonë unë kam qenë dhe ti e di që unë po si ishte afër ajo gjë, ilaçe nuk nisemi. Dhe shiko, dashuria për fëmijën është mallkimi më i bukur në botë. Ti je i detyruar të duash një qenie jashtë teje në një formë sublime, një formë tamam poetike siç përshkruhet në për libra, që do të thotë gjithë qenia jote është, domethënë është, e ke parasysh kur ekziston se ajo ekziston. Dhe kur ajo doktoresha, kur atara u zbut në kuptimin e kontraksioneve, konvulsioneve, kur ajo tha rini se është gjithçka nën kontroll, trurit, cipat trurit nuk është prekur, e tjera këto, kur edhe dhe ilaçet. Është normale deri në 5 vjeç. Normale deri në 5 vjeç, nuk preket, domethënë atyre fillon risku për pasoja. Kur ai thoshte unë kisha një dëshirë të bëhesha doktor, aty kam thënë o Zot, pse sa idiot që s'kam studiuar për doktor, sepse diesha kaq i pafuqishëm dhe ishte një gjë kaq e vogël dhe se atare dhe sankohej si natyrë, domethënë i binte ilaçet, gjitha çdo gjë. Dhe në sapo e kishe pirë në fakt një ilaç. Dhe thosha, po unë pse doja unë kaq shumë të fëmijë kur unë se mbrokam dot? Pse doja të vinte në jetë fëmijë kur se mbrokam dot? Domethënë nuk ishte se unë e kuptoj kur qahet, kur bijet, dramet duhet jetë dhe ajo gjaku madhe kështu, po atë është një gjë e jashtme. Ndërkohë e kisha në dorë dhe papritur ajo ato sy. Landos në tokë, po. Ishte në divan. Duart, domethënë ishte një proces që thore. Por ajo që thash është se fjala mallkime është keq, po kështu është një, domethënë është një gjë që i detyrum gjithë jetën të vuash, është vuajtja më e bukur në botë, po është vuajtje. Dhe aty e mora kuptimin. Dhe domethënë, më mësoi me bi në formën më spektakolare të mundshme.
kalojnë ditët, atara rritet, ndryshon, rritet në sytë e njerëzve që na ndjekin Po, gjithkohës. se tani, në fakt, Ti e pak më shumë thua dhe mua shpeshherë Turani më përsëri të lutem mos e nxjerr kaq më shpesh me tani atarën. Nuk jo, dua të ne dal do kaq fillojmë shpesh. mos ta nxjerrim më shpesh, po unë këtë e bëra unë i pari se E di, unë ti kisha- e hape Po, lojën, pra, jo, se dhe unë s'kam qenë me... ta shpjegoj, do të thënë se e kaluam tani më kujtua, po Po, unë kam qenë tmerrsisht kundra, dhe se vetë dhe natyra ime se shumë, Po. pavarësisht se jam person publik, po ti e di që jam pak, nuk dua të jemi rezervuar, nuk më pëlqen kjo vizibiliteti, ose nëse ka një arsye madhore. Unë, në mënyrë, ndoshta është dhe procesi kësaj doktoreshës që ishte aty, në mënyrë mekanike, e mora atarën, më bëri foton, se fotoja është ajo që kam nxjerrë në Instagram, më bëri foton dhe një njeri që s'postonte në Instagram, pothuajse kisha postime kot, nuk është se kam fare interesant Instagramin. Ma mori, ma la telefonin, e pash dhe doja të ndaja e me gjithë të botën. gjithë botën. Unë shpesh përpiqem, ti përpiqesh më çon linçe her pas here për gjej forma të ndryshme, le të themi komunikimi për të arritur komunikimin e dur me fëmijën tonë. Mua shpesh nga neher vat mund të më shkas mendja, kupton, ngrej çik zërin më shumë, po ti nuk e bën këtë gjë. Ti nuk e bën, Turan. Ti e mban veten shumë në këtë pikë, e kujdesur shumë që e ka shumë të rëndësishme dhe e thua non stop të gjë, atara nuk duhet të dëgjoj të përtitura, atara nuk duhet të dëgjoj të përtasin. Detyra ime është që bebi im, fëmia im, nga ana sociale, nga ana e vet, si krijesë, të jetë një variant më i mirë se i imi. Unë jam i bekuar me prindrit që kam pasur. Por nuk mund ta mohojmë që shoqëria ku jemi rritur ne nuk ka qenë shumë e kujdesshme. Dhe unë dua që Turjani nga ana shoqërore të rrisë një fëmijë që është pak më i mirë se Turjani. Ky është synimi im. Dhe fëmia do energji, do shumë nerva. Unë mendoj që kam defekte pafund. Por një gjë ama jam krenar për veten, që unë kam vendosur që fëmijën tim mos ta ndrydh. Dhe e bërtitura, komunikimi agresiv, nuk sjell asnjë gjë tjetër përveç se ndrydhje. Kaq e di. Unë fëmijën tim nuk kam ndërmend ta përkëdhel. Nuk kam ndërmend t'i them që babi bën gjithçka, ti vetëm jo, ti e di shumë mirë që ka kushtëzime dhe unë nuk negocioj. Por fëmia im dhe fëmia e kujdo në botë nuk ja ka për borxh prindit që gjithë stresin e kësaj jete që unë nuk e mohoj, është shumë e vështirë, dikush ka probleme financiare, dikush ka probleme në punë, dikush ka probleme shëndetësore, nuk është se Shqipëria të ofron ty një ambient aq suedisa ti t'jesh i qetë, këtu ke surpriza çdo ditë, ama fëmia nuk t'i ka për borxh. Dhe këtë, sa herë më del atara përballë, unë e vendos si mask dhe atara nuk më ka mua asnjë detyrim që atara të di gjithë streset, gjithë budalliqet e kokosime, gjithë hallet e mia, gjithë mërzit e mia, nuk ka për detyrë. Atara do vetëm dashuri nga unë, asnjë gjë tjetër. Çdo robe bler, çdo kukull, çdo facilitet që unë i krijoj atarës, nëse unë them që po i plotësoj kësaj një jetë të mirë, është thjesht një iluzion i një prindi të mirë. Një prind i mirë, në rastin optimal, thjesht fëmijës vet i fal dashuri. Po dashuri tamam, dhe dashuria tamam nuk kupton që mos ti sulesh fëmijës me gjithë ato që janë problemet e tua, qofshin këto dhe madhore. Ky është dhe këtë unë e kam si diviz, e kam si modus operandi, mënyrën se si funksionoj unë, dhe këtë do mundohem që ta zbatoj deri në fund. Si ke menaxhuar ti tantrumet e atarës? Po tani tantrumet duke komunikuar. Ti e di që duke komunikuar, domethënë vetëm duke folur me zë të ulët, duke ulur me të, duke i marrë dorën, me çka kam lexuar, domethënë,
Edhe siç kam bërë me të ëmën. Siç kam mësuar të menaxhoj teatrin me të ëmës, kam menaxhuar edhe atare. Bëj shaka. Domethënë forma ti e di që un po e vura qëllim dhe shpeshherë nuk kam qenë i qetë, ka pasur momente por kam një të mirë në dallim nga ty, që un është hera e parë në jetë që un heq dorë nëse nuk jam në Terezi. Kjo është dhe këtë duhet ta bëjnë të gjithë. Edhe nënat. Në atë moment që kupton që nuk po ja del dot se fëmia është më i fortë se ty, se s'ka ndonjë punë tjetër, e vetmja punë që ka është të ta acaroj ty, në atë moment triqu. Fër dikë tjetër të negocioj me këtë të panegociueshme. Po se nuk negociohet, nuk i dilet, ajo është më e fortë se unë, sepse ajo gjithë energjitë i përdor vetëm në një gjë. Unë ndërkohë jam i shpërndar. Prandaj çohesh nga krevati ti, kur dëgjon më shumë se ç'duhet argument me smet dhe atarës në mëngjes. Çohem kur nuk dëgjoj argument, se kur dëgjoj argument rin krevat. Ja, argument dhe përplasja. Konflikt. Okej. Po. Po tani shiko, tani këto neve nuk ka ashtu problematika. Unë ta kam thënë dhe ty, unë dua që fëmia jon të jetë pak më i mirë se ne, kaq. Ky është detyra ime. Pastaj edhe jotja, pastaj Zoti e di vetë për secilin ka një plan. Torian, si të bën të ndihesh që atara i ka shumë sytë të ty, të dashuron, të tregon, që darkën e do me ty, dua babin. E më mirë tani se ti thu vetëm këto babin edhe shiko, ja u them dhe nënave të tjera. Nuk se krijoni motivim duke sulmuar babain për këtë pjesë. Unë s'po të sulmoj. Mirë është ta doj fëmia babain dhe mos ta bëheni xheloze. S'po bëhem xheloze. Bëj shaka, ndonjëherë. Dhe ndonjëherë tash varet si e kam Jo, trurin ideja atë është unë jam e moment. keqja dhe ti je i miri. Nuk është e vërtetë ashtu, nuk është funksionon ashtu. E para njerë, sigurisht është qef i madh, pa ajo tani është e vogël, po dhe normalisht gjithçka vjen sepse nuk kam surpriza, sepse vjen si pasojë atij investimit që thash më përpara. Në momentin që ti dedikohesh, do marrësh mbrapsht frytet dhe fryt më të bukur se sa ajo që unë jam mendimi i saj i fundit kur flet dhe thotë o babi të dua shumë, pavarësisht se babi mëson që duhet të doj më shumë mamin. Po të shakë një shtari. Po me një fëmijën, pyeteni. Edhe unë, është gjë shumë, më thënë, nuk shpjegohet me fjalë Lorinda, do më thënë, mund të rria gjithë natën të bëja kështu tirata të gjata letrare, por është fantastike, është momenti më i bukur. A mendon se do ketë të dytë si atara? A do kemi ne fëmijë të dytë po thua, apo do ketë të dytë si atara që ti ngjaj? Atara, po, që do të thënë le të themi në të dyja kontekstet, është më thënë. Në kontekstin e dytë, unë këtë që do them e besoj shumë, sepse këtë gjë ja kam thënë mamit tim, për vllajin tim, ja u them gjithë atyre që janë dy vëllezër, ose dy motra, ose motra e vëlla, po unë ti e di që unë nuk besoj te krahasi morët. Realisht e kam bindje këtë. Dhe mamit shpeshherë kur si çdo mama që unë isha më i madhi, isha ashtu, Elio ka qenë i mbar, po është shikoturin. Unë nuk besoj te kjo gjëja. Atara ka rrugtimin e vet, ka binjake, nuk janë njësoj, Atara ka rrugtimin e vet, Atara është aja e jetës sime dhe jetës tënde, Atara është fryt e një marrëdhënie shumë të bukur, një marrëdhënie që ka kaluar gjithçka dhe është këtu ku është sërish sot. Është ADN-ja jon, është aja e ADN-s son, është trashëgimia jon dhe është unike në llojin e vet. Çdo fëmijë është unik në llojin e vet, çdo prind është prindëron në mënyrën e vet. Unë thjesht dua që Atara të mos urrej, xhelozoj, lëndoj me qëllim të tjerë. Pastaj pjesa tjetër, dhe ky do jetë basti im si prind. Flas për pjesën time, nuk e di ti çfarë dëshiron, se kemi folur ndonjëherë të pjesë, kaq dua. Është unike do mbetet, nuk është speciale për mua, është një ndër nuk e di sa foshnjë janë në botë, për familjen tonë është unike, kaq më intereson.
A të vi një fëmijë i dytë? Këto janë negociata tre palçe midis nesh dhe Glozhenit. Që do ju Edhe vëm Zotit. Po mirë, Zoti shqiptari. Zoti firmos. Zoti të shkruaj në fakt. Zoti firmos në fund, po t'ja bëjmë Zoti, dekretin po, një herë, t'ja çojmë. kjo. T'ja çojmë ne. Këto janë do ju mbajmë në kontakt. Në kontakt. Do ju bëjmë briefing nga dateni familja informacione. mbretërore, informacione. Bëjmë ca pyetje. Se deri tani s'kemi pyetur hiç. Pyetje shpejta këto. Jemi çik më shpejt këto. Okej, në rregull. E kuptova. Hajde. Ta qërtosh apo ta lesh vajzën të mësoj? E bën ti apo e bën Orinda? Orinda qërton, apo mos dali mirë unë, do të... Orinda qërton, E kam sjell vetë, e kam tek pyetjet e shkurtra e kam sjell vetë. Orinda qërton, unë tentoj që të mësoj. Kush dorëzorët i pari kur atëra qanë? Ti apo unë? Ajde babi jot. Kush dorëzohet i pari? Kush dorëzorët i pari? Në fakt të dy nuk dorëzohemi, jemi kokë fort. Ajde të babi mi. S'do vish të babi? S'ka gjë, lëre, vetëm unë lua aty. Në fakt nuk dorëzohemi, aty jemi të dy që duhet ta çojmë deri Deri në në fund. fund. Po, edhe mirë bëjmë, nuk është se pendojmë. Dorëzohet atara e para. Ulit çik pëse. Sa e bukur që ke bërë me atara. Pra edhe Me kollën babin e ke këtu ti. shumë bukur. Hajde. Sport apo art për atarën? Pikë njësoj, do më thënë, unë do doja sport, artin me pikatore. Okej. Kush e ka fjalën e fundit në shtëpi? Orinda. Okej. Për varet specifikohe për çfarë? Po tash të fëmia e ke? Orinda. Po ti e di atë që të kemi vënë, Po, të kemi vënë... Pra, po doja themi njerëz. Okej. Këtu Ta them unë. duhet të falenderojmë dhe mamin tim, Po. dhe që ajo është një pjesë e vërtet. rritjes së atarës, Është shumë e rëndësishme, është fakt. shumë e rëndësishme që nuk ka luajtur me porta, Po. dy porta, dhe kur e kam tentuar unë ta korruptoj, ka thënë jo, Orinda is the boss, kështu që ti je bossi për vendimarrjen për gocë. Dhe mirë kështu duhet jetë në fakt, nuk duhet të ketë 2-3 se Standard të letë, po. Atare adoleshente, çfarë duhet di patjetër nga babi vet? Tani e. Çfarë duhet di që me babi nuk ka sekrete. Këtë duhet di. Edhe në orën 6 në shtëpi. Cila është frika më e madhe për të ardhmen e atarës? Mos të ndëroj. Mos të ndëroj, ëndra gjëja më e bukur që mund të Po bësh pra një kam atë. frikë se mos nuk do e ndëroj një ditë. Dua që të ndëroj gjithmonë. Gjithmonë, Duhet të ketë gjithmonë. Duhet të jetë Po, shumë. duhet të shpreh, duhet të ketë Yes. gjithmonë. Është një Tani gjë është ime intervista jote. Po jo, thash se ishte. Jo, ishte e kundërta se ishte. Kam frikë, thash. Cili është momenti më i bukur që ke përjetuar me atarën? Momenti më i bukur që përjetoj me atarën është çdo moment. Nuk ka moment që të përjetoj me atarën. Nuk ka. Nuk ka. Të gjitha në bukur. Në të gjitha të bukura. Si do të reagosh në takimin e parë me të dashurin e Ma gocës? bet ko tani. A të ka shku në herë në përmet? Po jo, më shkojnë Asnjëherë? mendje. Ne s'po zjem kopshin e gotës kjo, para kollorin kjo thot. Asnjëherë vërtet? Po nuk kemi kohë për këto biseda. Po për shembull, le të them ti ke miq që i kanë adoleshencë. E nuk i pyes për këtë punë. Nuk e pyet, ë? Jo. Kemi kohë. E di ajo që do bëj zgjedhjet e tura, për ka babin. Sa vjen atare thot babi dua të bëjmë aktore. Çfarë do i thuash? Te ajo pjesë nuk ndikoj fare. Realisht, domethënë ti e di që unë jam gjithmonë me mendjen hapur. Unë dua thjesht që vajza ime. E ke larg mikrofonin. Unë dua po. thjesht që vajza ime të ato tre element, mos të urej, mos të lëndoj edhe mos të Te xhelozoj. kjo. Kaq nuk të bëj edhe astronaute. Pra të bëj. edhe nëse do të bëhet kuzhinier siç e ka mendimin tani, nuk ke problem. Jo, nuk kam fare, domethënë thash un detyra ime është ta përmirësoj nga ana të mundohem ta përmirësoj nga ana njerëzore, pastaj zanatet janë zgjedhje. Si të ka ndryshuar ty prindërimi, Turian? Po
ndjej një raport, realisht këtë ndjej një raport e me shoqërinë. Tani për shembull kur dëgjoj lajmet jam më sensitiv, kur shoh sigurinë, shumë elementë që më përpara i kaloja, i bëja skip, tani janë të gjithë shumë të rëndësishëm, siguria në shkolla, shumë elementë që më përpara nuk jam bërë shumë i ndjeshëm për mungesën e feminizmit, për maskilizmin e tepruar shoqërisë sonë. Domethënë, mendoj që duhet të bëj shumë më shumë për emancipimin e gruas dhe të vajzave. Edhe unë duhet të bëj pjesën time, nuk e di si mund ta bëj. Domethënë jam bërë shumë më i ndjeshëm. Çfarë do? Do lëng, do ujë? Do ujë. Merë. Shko te nëna. Jo, ai s'është për ty. Është me gaz. Merë pak. Merë ujin. Okej. Fraza që përdor më shpesh me atarën. Fraza që përdor më shpesh me atarën është zemra e fortë, truri i mençur, shpirti i bukur. Dhe thuash njëherë? Është sekreti jam. Zemra e fortë, truri i mençur, shpirti i bukur. Oh, jeta. Kjo është motoja jonë, le të themi. Çe keni? Duhet kemi një zemër të fortë, një tru të mençur dhe një shpirt të bukur. Ku ti ngjan më shumë atarë, Turian? Definitivisht. Babi. S'kemi qaftemi fare. Dëshiroj. Kishe në mendim tjetër, apo? Jo. Mendoj. Bravo. Rregullon, ata gjithmonë. Kush është më i rrep në shtëpi? Ti. Kush është më i rrep në shtëpi, unë apo babi? Kush e ngren më shumë zërin? Kush e ngren më shumë zërin? Babi. Babi? Ua, asnjëherë. E ngren mami. Çfarë të bën të zbutesh më njëherë kur je me nerva? Me atarën po. Është ai shikimi. E dim ne ata që është ai shikimi që bën kështu si. Ajo përfiton nga situata. E di. Çfarë ke mësuar nga Orinda? Pa fund. Për prindërim. Për prindërim. Por 90% e gjërave në fillim nga ty kam mësuar. Unë kam mësoj non-stop. Nuk mësoj non-stop. Si e përfituron veten si gjysh? Prandaj jemi në fund të intervistës. Si gjysh. Si gjysh... Baba gjyshi. Si gjysh, unë dua që të kem po të njëjtën shkëlqim që kanë sytë e mamit tim tani që është bërë gjyshe. Domethënë po të përjetoj atë gjën që shoh që është rigjenerimi, se mami jot ka parë shumë, po mami im një deri tani dhe e kam parë që ka një tjetër energji, ka një tjetër ashtu. Dhe do doja që aq të provoja, po provoja që bie që të jemi bekuar. A kesh dalë. Dhe një këshill që do i lësh atarës për gjithë jetën? Këshilla atara e di që ta ketë zemrën e fortë, trurin e mençur dhe shpirtin e bukur. Po pati këto treja, asgjë s'e ndalon, të ketë një jetë mirë. Kur e mendoj gjithë rrugtimin ton, ajo që them gjithmonë dhe përsëris, se ti e ke parë shpeshherë, dhe përsëris dhe me miqtan, është Zoti na përgatiti shumë për këtë sfidë të gjatë. Kishte ulje, ngritje, dhimbje, duke sikur s'po vinte, ishte sfidë e fortë. Por duket që kur ti kërkon atë lulën e bukur, Zoti sjell një buqet të madhe që ti s'di ku ta çosh. Që është dashuria për atarën dhe bekimi më i madh që ne kemi në jetë. Dhe besoj që ajo që duhet ta kemi gjithë jetën është mirënjohja karshi Zotit për këtë bekim që na ka dhënë. Amen. Çfarë të them? Dhe shpresojmë që të na japi. Tani tham, jemi negociata, është një... Kaq ishte intervista, Turian. Ishte kënaqësi, Orinda. Merci.